globale. Çdo herë që vendi jam është në rrezik, do thotë vetëm një gjë që nuk e kam asnjë hezitim, zero hezitim është me kap armën edhe me luftu për vendin tim. Çdo herë si atëherë që kam qenë i vetëdijshëm që shpërblimin e marr për kapjen e armës, gjën e parë që do e marr është do humbja e jetës, edhe tash jam i vetëdijshëm, por e kem detyrë. Por një gjë e di, që tash Kosova nuk është 98-99. Gjenerata e dytë po e trashëgon lirinë. Mu e ty rritë s'kanë me na lanë vend të rritë, 18, 19, 20, 30 vjeçartë. Dhe tash i gjithë populli, se ky popull e shijoj sa e ëmbël është liria, dhe nuk lejon kurrëherë ky popull me hup lirinë. Sa i përket Serbisë, sinqerisht ta them, nuk e kem ne problem. Le të blen sa don raketa të Kinës, e të Rusisë, çdo luftë që nis me Kosovën e ka të hupt, sepse ambicia jonë më nuk me kanë vetëm me rujt kufinin e tashum, po t'i rikthejmë edhe atë që na ka marrë, kështu që do thotë, do ishte fatale për Serbinë, jo për ne. Dikush theti një disa pseudo analist, jo fuqia ushtarake, ne me një luftë asimetrike e mujmë Serbinë. Me gomare, mushka, keni bërë armatim të pas sofistikuar armatim. Tash ki presidente, ki kryeministër, ki ministër mbrojtës, ki të gjithë aparatin, ka kush na mobilizon mu e tyrit. Tash neve na vjen... Lufta nuk është e mirë. Neve na vjen thirrja. Kosova nuk ndjek politikën e agresionit. Shko në shkollën e Dardanis në ora 3 ki mu mobilizu, sepse ligji ushtarak Kështu thot. Kështu që s'ki qare. Kështu që do thot nuk e kemi problem Serbi.